Umame tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam lutej aq shumë, aq sa një pjesë të lutjeve nuk I memorizonim dot. Prandaj I tham: O I dërguari I Allahut, lutesh shumë e një pjesë nuk e memorizojmë dot. Ai tha: a t'ua mësoj një lutje që I përfshin të gjitha ato. Thoni: Zoti im, kërkoj prej teje të gjitha të mirat që I ka kërkuar pejgamberi yt, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Strehohem tek ti nga të gjitha të këqijat, prej të cilave ka kërkuar mbrojtje pejgamberi yt, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ti je ndihmues, te ti do të kthehemi dhe nuk ka fuqi pa ndihmën e Allahut. Metin Ebu Musa transmeton nga Jati se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam bënte këtë lutje: Zoti im, mi fal gabimet, padijen, teprimet dhe të gjitha sendet e mia të cilat Ti di më mirë se unë. Zoti im, mi fal gabimet që I kam bërë pa dije, apo me qëllim, duke bërë shaka apo duke qenë serioz. Unë I kam të gjitha këto. Zoti im, mi fal mëkatet që I kam bërë dhe ato që do t'i bëj, ato që I kam fshehur dhe ato që I kam bërë haptazi. Ti je ai që përshpejton dhe vonon. Ti je I plot fuqishëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu prej të keqes dhe punëve tona të shëmtuara. Atë që udhëzon Allahu në rrugë të drejtë nuk ka kush që e humb, dhe atë që ai e humb nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguari I Tij. Të nderuar dhe të respektuar teleshikues. Duhet ditur se duaja është një ndër ibadetet më të vlefshme me të cilën njeriu I afrohet Zotit të vet. Andaj, duaja është një ndër adhurimet më të dashura dhe më të nevojshme për secilin njeri. Pasi që nuk ka ndonjë prej nesh që nuk ka halle dhe probleme. Nuk ka ndonjë prej nesh që nuk ka ëndra dhe dëshira për t'i realizuar. Andaj, që të gjithë ne si robër, kemi nevojë që të lutemi. Kemi nevojë që t'i qajmë hallet tona atij që ka në dorë gjithçka. Andaj ne si robër jemi të varfër për mëshirën dhe ndihmën e Allahut xhelleshanuhu, ku për këtë vërteton ajeti kuranor: Bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun, ai është I falëndëruari. An Ebi Hurajrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. Tek Allahu nuk ka gjë më të vlefshme se duaja, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë që e ka thënë I dërguari alaihi salam tërheq vëmendjen për rëndësinë e këtij adhurimi në Islam. Pasi që duaja është thelbi, esenca e çdo adhurimi. Si të kuptojmë këtë më mirë? Pasi namazi është mirësi, agjërimi është mirësi,
sadakaja është mirësi, apo edhe çdo adhurim po ashtu. Ne këtë mirësi nuk kemi mundësi që t'i kryejmë vetëm nëse Zoti na jep sukses për këto dhe na e lehtëson kryerjen e këtyre mirësive. Këtë sukses dhe këtë lehtësim ne mund të arrijmë vetëm nëpërmjet lutjes ndaj Allahut xhaleshanuhu. Për atë themi se duaja është qelësi i çdo mirësie apo esenca e çdo adhurimi. Këtë lutje që i bën njeriu Allahut xhaleshanuhu nuk janë të kufizuara në kohë dhe në hapësirë, pasi që njeriu gjatë gjithë jetës së tij ndonjëherë edhe përballet me vështirësi të mëdha. Andaj gjen strehim tek Allahu fuqiplot, apo ndonjëherë përballet me disa raste të rënda, saqë ka nevojë t'i afrohet edhe më shumë Allahut xhaleshanuhu me lutje, duke shpresuar se këto lutje do të jenë të pranuara dhe se Allahu xhaleshanuhu si shpërblim do t'i jep atij forcë për qëndrueshmëri si dhe durim ndaj sprovave. Allahu nuk e ngarkon askënd për te i fuqisë që ka, në dobi të tij është e mira që bën, kurse në dëm të tij është e keqja që punon. Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që e harrojmë, ose e veprojmë pa qëllim. Zoti ynë, mos na ngarko barë të rënd ashtu si ngarkove ata para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund të bartim. Na i shlyej gjunahet tona, na i fal ato dhe na mëshiro. Ti je Zoti ynë, prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë. Lutja përballë këtyre vështirësive, ashtu siç thekson edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, është armë e besimtarit. A dini pse? Pasi që ne kur lutemi i drejtohemi atij që çdo qast është në mbikëqyrjen e tij. Ai i cili rregullon çdo lëvizje në kozmos, madje nuk lëviz asgjë pa lejen e tij. Kërkesat tona janë të drejtuara drejt atij që na e ka dhënë neve armën e lutjes. Shkoi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, Zoti ynë është larg që ne duhet ta thërasim, apo është afër dhe ne duhet ta lusim me zë të ulët?" Në këtë moment, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju shpall ajeti kuranor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robërit e mi për mua, thua ju, unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Dhe i përgjigjem lutjes të cilën ai më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dhe le të më përgjigjen ata mua, le të më besojnë mua, për të qenë ata drejt të udhëzuar. Ata të cilët dëshirojnë ta ndjejnë ëmbëlsinë e adhurimit, le të luten sa më shumë. Ata të cilët dëshirojnë ta ndjejnë praninë e Zotit në jetën e tyre, ata të cilët dëshirojnë që të ndjejnë përuljen ndaj Zotit e tyre, le të luten sa më shumë dhe këtë lutje të burojnë nga shpirti i tyre dhe të jenë sa më të sinqerta. Se lutjet pranohen nga ana e Allahut xhaleshanuhu, vërteton edhe vet ajeti kuranor ku thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." E kur Zoti i tyre tha, më thirrni mua që unë t'ju përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. E ata të cilët nga mendje madhësia e tyre i shmangen adhurimit të ndaj meje, ata do të hinë të nënshmuar në xhehenem. Kush do të hinë në xhehenem? Pasi që thash se duaja është esenca apo thelbi i adhurimit, e ata të cilët ju kalojnë muaj dhe vite pa u lutur, i shmangen këtij adhurimi, e ata nuk janë tjetër vetëm se mendje mdhenj dhe arrogant. Ne nuk duhet që ta lusim Allahun xhaleshanuhu vetëm kur jemi në vështirësi, vetëm kur përjetojmë raste të rënda,
Lutja në esencë është adhurim dhe ne duhet që ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të përulemi ndaj tij. Andaj kjo lidh edhe arsyen e krijimit tonë në këtë botë. Ku thot Allahu xhelle shanuhu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për pos tjetër, pos të më adhurojnë mua. Andaj luteni çka të dëshironi se me lejen e Allahut xhelle shanuhu lutjet do të jenë të pranuara. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e Qabes, u lutën: "O Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër. Me të vërtet, ti je ai që dëgjon dhe di gjithçka. O Zoti ynë, na bëj të përullur ndaj teje, bëj që edhe pasardhësit si tan të jenë të përullur ndaj teje. Tregona rritet e haxhit dhe pranoje pendimin ton, se pa dyshim ti je pranuesi i pendimit, më shërploti." Unë do t'i ceki disa kohë më të preferuara që është më e mundshme pranimi i lutjes. Ato janë dita e Arafatit, muaji i Ramazanit, koha e syfirit, dita e Gjuma, 1/3 e fundit të natës. Po ashtu duhet shfrytzuar gjendjen dhe pozitën e vlefshme, si për shembull lutja gjatë sejdës apo lutja gjatë kohës kur thëret ezani. Tash dikush thot, realisht unë u luta, por nuk e di vallë lutja ime a është pranuar apo jo. Vërtet, ne nëse fillojmë kështu me dyshime dhe nuk e dim sakt se lutja jonë a është pranuar apo jo, nuk kemi bindje të thellë, lutja jonë me të vërtet nuk është e pranuar. Pasi që Allahu xhelle shanuhu siç e ceka edhe në ajetet kuranore thot: "Më thirrni mua, unë do t'ju lus juve." Andaj ne dyshojmë në këtë, dyshojmë se Allahu xhelle shanuhu nuk na pranon lutjet. Andaj ne duhet që të formojmë një bindje të thellë. Si bindje? Nëse themi se nesër a do të lind dielli, të gjithë do të themi se po, sigurisht që nesër me lejen e Allahut xhelle shanuhu do të lind dielli. Bindja se lutjet tona janë të pranuara tek Allahu xhelle shanuhu duhet të jetë më e madhe se bindja se nesër do të lind dielli. Andaj, një lutje me bindje të thellë dhe me sinqeritet në zemër, me lejen e Zotit, ajo lutje është e pranuar. Mirë po, nëse lutja pranohet, cilët janë mënyrat e pranimit të lutjes? Ekzistojnë 3 mënyra rreth pranimit të lutjes. Mënyra e parë është të pranohet lutja ashtu siç e lutur. Mënyra e dytë është të largohet ndonjë fatkeqësi e madhe që mund të të binte. Ndonjëherë ndokush mendon se unë ju luta Allahu xhelle shanuhu, por Allahu nuk ma pranoi mu lutjen. Por jo, ne nuk duhet të mendojmë kështu. Pasi që Allahu xhelle shanuhu në vend të realizimit të asaj dëshire apo lutje që je lutur ti, ta ka larguar një fatkeqësi të madhe që mund të të binte. Dhe mënyra e tretë është në ditën e Kiametit të kompenzohet me të mirat e xhenetit inshallah. Imam Ibn Hanbeli, Allahu e mëshiroft, thot: "A e dini se si duhet të lutet një musliman?" E kam pyetur, si duhet të lutet o imam? A i ka thënë: "Sikur se një njeri i cili është në mes të detit të trazuar dhe është i kapur vetëm pas një dërase, dhe kur fillon që të ngulfatet, fillon dhe thëret: O Allah, më ndihmo, o Allah, më ndihmo, më shpëto." Pra me një përkushtim të madh. Kështu thot duhet që të lutet edhe muslimani. Ne si musliman duhet të dim edhe një sekret. Allahu xhelle shanuhu ndonjëherë nuk na i pranon neve me njëherë lutjet. A e dini pse? Pasi që Allahu xhelle shanuhu dëshiron që robërit e tij me këtë përkushtim t'i luten sa më shpesh. Kjo me të vërtetë është një mirësi e fshehtë. Sa i përket shenjave rreth pranimit të lutjes, se cilët janë ato shenja që ne nëse i shohim ato shenja vërtetojmë se lutja jonë është pranuar, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ka thënë: "Kur përkushtohet zemra, kur syri loton
dhe kur dridhet trupi, këto janë shenja se lutja jote është pranuar. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botërve, mëshiruesit, mëshirbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm te ti kërkojmë ndihmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër vetit tërhoqën hidhërimin e as në të atyre që humbën veten. Do të sjell një shembull ilustrativ dhe logjik e rreth pranimit të lutjes. Nëse marrim një shigjetje dhe dëshirojmë që t'ia qëllojmë objektivit të saj, kjo nuk do të mjaftoj pasi që ekzistojnë 4 gjëra të rëndësishme që duhet shigjeta t'ia qëlloj objektivit të saj. Shigjeta të jetë e mirë, harku yt të jetë i fortë, duart tuaja duhen të jenë të fuqishme, si dhe syri i gjuajtësit do të jetë preciz dhe syqel ndaj objektivit. Kjo është e njëjta edhe tek lutja. Nëse edhe tek lutja plotësohen 4 gjëra, atëherë lutja do ta godasë sprovën dhe do ta shpartalloj atë me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Pika e parë. Shigjeta jote në lutje janë fjalët për sprovën. Sa më shumë që fjalët janë më afër Kur'anit dhe Sunetit profetik, aq më e mundshme është edhe pranimi i lutjes. Për shembull, nëse dëshirojmë furnizim, kërkojmë furnizim nga Allahu xhaleshanuhu, themi warzuqna wa anta khairur raziqin. Na furnizo se ti je furnizuesi më i mirë. Mirë po, kjo do të thotë që lutjet që janë jashtë Kur'anit dhe Sunetit profetik nuk pranohen? Jo, as pak. Edhe këto me lejen e Allahut xhaleshanuhu do të pranohen, por mos të jenë në kundërshtim me fenë islame. Pika e dytë. Harku yt në lutje është durimi. Sikurse harku që duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj tërheqjes dhe zgjatjes, ashtu edhe neve e kemi për obligim që të jemi të durueshëm ndaj sprovës, pavarësisht se sa zgjat ajo. E mos të dorëzohemi në fund dhe të themi unë u luta, por lutja ime nuk u pranua. Pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i pranohet lutja e ndonjërit prej jush përderisa nuk nxiton dhe thot unë u luta, por lutja ime nuk u pranua. Përndryshe, nëse humb shpresën, është e njëjtë sikurse është thirr harku yt. Pika e tretë është duart e fuqishme për gjuajtjen e shigjetës. Mirë po, kjo nuk ka të bëjë me ngritjen e duarve gjatë lutjes, pasi që ngritja e duarve është një akt i preferuar që ne e praktikojmë, por nuk ndërlidhet me pranimin e lutjes. Ndërlidhet diçka tjetër me duart që lutja jonë të jetë e pranuar. A thua vallë se çka është ajo? Të fitosh me dorë halal, mos të hash me pasuri haram, përndryshe lutja jo nuk do të jetë e pranuar. Pasi që na ka këshilluar edhe i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ku thot, ushqehu me ushqim halal që lutja jote të jetë e pranuar. Dhe pika e katërt ishte syri i gjuajtësit, ku në lutje është zemra dhe bindja e lutësit. Ashtu sikur se syri që duhet të jetë preciz dhe syqel ndaj objektivit, ashtu edhe zemra duhet të jetë e përkushtuar dhe bindja e thellë që lutja jonë të jetë e pranuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ta dini se nuk i pranohet lutja atij i cili del nga një zemër e shkujdesur. Nëse ne gjatë gjuajtjes i mbyllim syt, dekoncentrohemi dhe nuk mundet që shigjetën t'ia qëllojmë objektivit. Atëherë edhe nëse zemra jonë mbyllet, luhatet apo shprehim dyshime në bindje se a thu vallë lutja është pranuar apo jo, atëherë kjo lutje nuk është e pranuar. Të nderuar shikues, nëse ne gjatë lutjes këto 4 pika të rëndësishme që i ceka i praktikojmë, atëherë me lejen e Allahut xhaleshanuhu lutjet tona do të pranohen dhe do të bien lutjet sikurse bie shiu nga qielli dhe gjallëron tokën dhe do të kurohemi sikurse i sëmuri nga ilaçi. Zoti ynë,
Këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Zoti ynë, atë që ti e fute në zjarr, atë e ke pështëruar. Për mizorët nuk kanë ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim, e që thoshte, të besoni Zotin tuaj, e ne e besuam. Zoti ynë, na fal mëkatet tona, na imbulo të metën, dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që nëpërmjet të dërguarve të tu na e premtove, dhe në ditën e Kiametit mos na turpëro. Vërtet, ti je ai që nuk e shkel premtimin. Pasi e shpjegova në disa pika të rëndësishme çështjen e lutjes, e cila konsiderohet një adhurim që na orienton drejt krijuesit ton. Andaj, në përfundim, lutim Allahun xhaleshanuhu nga thellësia e zemrave tona, pasi që fjala më e mirë është fjala e Allahut xhaleshanuhu dhe formën më të mirë të lutjes, Allahu xhaleshanuhu na e ka dhënë shembull nëpërmjet ajeteve kuranore, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. O Allah, mos na dëno nëse harrojmë dhe gabojmë. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. O Zoti ynë, mos na ngarko me atë barë të rëndë të cilët i ngarkova ata të cilët ishin para nesh. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. O Allah, mos na ngarko me atë barë për të cilën ne nuk kemi fuqi që ta bëjmë. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. O Allah, na i shlyj mëkatet, na i mbulo të këqijat dhe na mëshiro. Ente maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. Se ti je mbrojtësi ynë, andaj na ndihmo kundër popullit pabesimtar. Allahumma amin. Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë. Zoti ynë, mos na ngarko neve barën të rëndë, siç i ngarkova ata që ishin para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi. Na i shlye mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar. Zoti im, më mundëso t'i falenderoj të mirat e tua, që mi dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde, më fut në mesin e robërve tuaj të mirë. O Zoti im, unë të dorëzova ty shpirtin tim, ty të kam dorëzuar çështjen time dhe fytyrën time e ktheva ka këti, tek ti strehova shpirtin tim, s'ka shpëtim dhe as strehim përveç tek ti. Unë kam besuar në librin tënd, të cilin e ke zbritur, Kuranin, dhe kam besuar në lajmëtarin të cilin e dërgove, pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem.